dua të dëshmoj për të nderuar dhe lartësuar atin tim qellor. Unë kam lindur në Shtetet e Bashkuara, flas anglisht dhe italisht, nuk e kisha menduar kurrë se do të flisja spanjisht, por kur erdha në Kish u dashurova me koret dhe himnet dhe unë doja të këndoja në spanjisht më shumë se sa në gjuhën time. Perëndia më premtoi se do ta ndryshonte gjuhën që flisja dhe se unë do të mendoja dhe do të flisja në spanjisht dhe ai e përmbushi premtimin e tij. Gjithashtu kur erdha në Kish, unë erdha duke vuajtur shumë nga sëmundjet. Në moshën 15 vjeçare unë nuk e njihja Perëndin, por bëra një ndërhyrje në vezoren e djathtë dhe me kalimin e viteve e humba vezoren e djathtë. Në moshën 30 vjeçare unë erdha në Kish dhe unë kisha po ashtu probleme në vezoren e majt. Mjekët më diagnostifikuan me sindromën e vezoreve policistike. Mjekët më thanë se do të ishte e vështirë për mua të bëhesha nën. Perëndia më premtoi në profecinë e tij të shenjtë se do të më shëronte organet e mia, se unë do të martohesha me një birë të tij në Kish dhe se do të kisha fëmijë, do të bëhesha nën ashtu si unë dëshiroja. Kur e njoha bashkëshortin tim në Kish dhe kur u martuam pak më vonë, kur unë shkova te mjekja, më tha se vetëm me trajtime do të mund të arrija të kisha fëmijë, por për shkak të premtimit të Perëndisë unë thoja jo, unë besoj te Perëndia, nuk do të bëj asnjë trajtim. Në muajin e parë të shtatzanisë time, vezorja ime e djathtë u rrit përsëri dhe në muajin e tretë të shtatzanisë, vezorja e majt nuk e kishte më sindromën e vezoreve policistike. Dhe kështu Zoti e përmbushi premtimin e tij, tani kemi vajzën tonë e cila është 3 muajshë, e dëshmova këto për nder dhe lavdi të Perëndisë. Do të dëshmoj për nderin dhe lavdinë e Perëndisë tonë. Në mëshirën e tij të pafundme, Zoti më solli në Kish në moshën 14 vjeçare dhe më foli në profeci. Por në atë moshë nuk kuptoj aspektin shpirtëror të gjës dhe erdha vetëm 2 ditë. Më pas kaluan vite, u gjeta mes trishtimesh, gënjimesh, gabimesh dhe në përjetimin e pasojave që vinin për atyre gabimeve, duke jetuar jetën në mënyrën time, larg Zotit. Më pas pësova një aksident, pak a shumë pas 8 vitesh. Pësova një aksident kur shtylla kurizore u dëmtua rënd, dhe kjo solli kufizim në lëvizje dhe pa aftësi për të ulur normalisht. Kjo më preku jashtëzakonisht shumë. Dhimbjet e shtyllës kurizore ishin torturuese, sidomos në zonën e vertebrave. Kur ulesha, ndjeja si kur vertebrat bashkoheshin njëra me tjetrën dhe ndjeja si kur trupi zhytej në karrige. Ishte ndjesi shumë e çuditshme, shumë e vështirë. Gjithashtu kur ngrihesha të ecja, ndjeja ato dhimbje të vazhdueshme në vertebra. Kur merja në dorë ndonjë çantë të vogël, shumë të lehtë, vetëm me një fletore në të, ndjeja si kur kurizi më anoi. Isha shumë e dobët dhe ndjeja që sëmundja sa vinte dhe përkeqësohet. Mjekët më flisnin për sëmundjet që kishte shtylla ime kurizore dhe për diçka tjetër që ata nuk arrinin ta identifikonin, por ishte diçka serioze. Nuk dinin të thoshtin çfarë ishte, por më thonin se duhet të mësohesha me atë gjendje dhe të jetoja jetën në atë mënyrë. Kjo situatë më shtyu të kërkoj Zotin, të filloj t'i lutem, jo më përballë statujave, imazheve, por në frym. I kërkova të bënte një mrekulli dhe të shëronte shtyllën time kurizore, pasi askush nuk mund të bënte më asgjë. Dhe me anë të gjithë situatave që jetoja dhe trishtimeve që mbaja në shpirt, Zoti më vuri në zemër se tani më kishte ardhur koha ta kërkoja atë, të ndjeja nevojën për të. Dhe kështu lejoj që një familjar i imi të më ftonte në Kish sërish, dhe kjo më bëri të ndjehesha shumë e lumtur, sepse ndjeja se tani më ishte momenti, se ishte momenti që të merja në konsiderat praninë e Perëndisë në jetën time, sa ai duhet të ishte me mua në vendimet e mia, që të më mësonte të jetoja, por të mësoja të jetoja me të. Pa të ishte shumë e vështirë të jetoja jetën, por me të e ndjeja se do të merja vendimet më të mira, se do të bëja gjën e dur. Shkova në Kish dhe Zoti në mëshirën e tij të pafundme më ndryshoi jetën që në profecinë e parë që më dha.
Zbuloj ato që kishte në zemrën time dhe ju përgjigj pyetjeve që vetëm unë i dija, pasi ja bëja vetëm atij dhe askujt tjetër. Dhe ai ju përgjigj njërës prej disa pyetjeve kryesore që i bëja. Disa vite më parë kisha kaluar një rrezik në jetë, një ngjarje që rrezikoi shëndetin tim, dhe për pak humba jetën, por ndjeva sikur dikush më ktheu. Dhe gjatë gjithë këtyre viteve unë e pyesja Zotin se kush kishte lejuar që unë të vazhdoja të jetoja. Ndjeja se çdo njeri që do pyesja do më jepte një opinion të ndryshëm nga një tjetër, por unë doja të dija të vërtetën. Dhe në atë profeci Zoti më përgjigj se kishte qenë ai që më kishte shpëtuar jetën, sepse jeta i përket vetëm atij. Më pas më bëri premtimin se do më shëronte, se do bënte atë mrekulli që unë aq shumë i kërkoja. Dhe kështu Perëndia preku zemrën time. Më lumturoi thellësisht shumë. Fillova ta përgatis zemrën time për Perëndin, të shoh studime biblike në shtëpi në mënyrë të vazhdueshme, të vija çdo të diel në kish, po edhe gjatë javës, në oraret që më përshtateshin më mirë, duke e kthyer në një konstante të jetës time. Një të diel, Perëndia më habiti në një mënyrë të mrekullueshme që më ndryshoi jetën. Së pari, në mëshirën e tij më qortoi dhe korrigjoi. Pasi atë javë kisha diskutuar me prindrit dhe në profeci më foli pikërisht për këtë. Më tha, fol me shumë dashuri dhe mos debato me ta, me prindrit e tu dhe me familjarët e tu. Më pas u bë heshtje për një moment dhe nisi të më flas me shumë autoritet dhe me pushtet, duke më thënë se në atë moment po bënte mrekullin dhe po më shëronte shtyllën kurrizore, po më hiqte atë sëmundje dhe unë ndjeja se si zbriste në trupin tim si dridhje, dhe që nga ajo ditë nuk ndjeja më ato dhimbje në kurriz. Dhe Zoti më lejoi të filloj të jetoj jetën time pa ato dhimbje, dhe dua të theksoj rëndësinë e profecisë, sepse përveç se më shëroi nëpërmjet saj, më korrigjoi me shumë dashuri. Dhe përgjatë gjithë këtyre viteve që jam në kish, rreth 12 vite, Zoti me anë të profecisë më ka dhënë forcë, më ka ngushëlluar në momente të vështira ku kam derdhur lot, më ka dhënë fuqi për të ringritur pas çdo situate të vështirë të jetës time, për të marrë me vendime, për të thënë po atëherë kur duhet të them po dhe të them jo atëherë kur duhet të them jo. Dhe kam parë mbështetjen e tij, se si kam mbështetur ato vendime të marra. Dua t'i jap falënderime Perëndis për të gjitha këto, për të gjitha gjërat që ka bërë me anë të dhuntisë së profecisë në jetën time, po edhe të tjerëve pasi është gjë shumë madhështore çfarë ai bën. Zoti t'shliron shumë. Dëshmoj për t'i dhënë nderin dhe lavdinë Perëndis tonë.